Thënie nga Volteri. Volteri ishte filozof, dramaturg, historian, shkrimtar, enciklopedist, fabulist, romancier dhe eseist francez I mirënjohur botëror. Citojmë disa prej thënieve të tij. Kur I gjithë populli ti përkushtohet mendimit, na mori lumi. Dijeni se sekreti I arteve është të korrigjoj natyrën. E tillë është fara jone mirë. Ata që ecin rrugëve të rrahura hedhin gur mbi ata që hapin rrugë të reja. Nëse nuk gjejmë asgjë të mirë, të paktën do të gjejmë diçka të re. Njerëz të mëdhenj pranojnë se kanë gabuar. Një sasi e madhe librash na bën ignorantë. Një përmbledhje mendimesh duhet të jetë një farmaci ku gjendet një ilaç për çdo të keqe. Kur e vërteta është e dukshme, është e pamundur që të lindin parti dhe fraksione. Nuk është debatuar ndonjëherë nëse mesdita është ditën apo natën. Bota është një tempull I madh që I kushtohet mosmarrveshjes. Martesa është e vetë një aventurë ku mund të marrin pjesë edhe burra cakët. Ti mendo për vete e lejo që dhe të tjerët të kenë një privilegj të tillë. Për të pasur sukses në këtë botë, nuk mjafton vetëm të qenit budalla, nevojiten edhe sjellje të mira. Krenaria njerëzve të vegjël është të flasin vazhdimisht për veten e tyre. Krenaria njerëzve të mëdhenj është të mos flasin kur për veten e tyre. Fanatizmi është një përbindës 1000 herë më I rrezikshëm se ateizmi. Tipari dallues I lirisë është pavarësia e mbajtur me forcë. Kur kemi humbur çdo gjë, përfshirë edhe shpresën, jeta bëhet një fatkeqësi dhe vdekja një detyrim. Mjekësia konsiston në futjen e ilaçeve që nuk nje në një trup që nje akoma më pak. Krimi më shkatrimtar dhe në kundërshtim me natyrën është lufta, por nuk ka agresor që të mos I jap atij ngjyrat e drejtësisë. Në lojën e madhe të jetës njerëzore, fillohet duke qenë të padjellëzuar e mbarohet duke qenë maskarenjë. Vrasja është ndaluar, kështu që të gjithë vrasit të I ndëshkohen, përveç rasteve kur bën vrasjen e masë dhe në nënbuqitjet e trumbetave.